Kryeministri Rama në sy më sy gjatë bashkëbisedimit me qytetarët përsëri foli për kontratën $6 milion të Partisë Demokratike me Continental Strategy LLC për lobimin e PD-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama me ironi e quajti La Civita Latifi, që sipas tij ka ardhur sa për t'i vënë kapele në kokë bufit. Rama tha se $6 milion ka ndal nga bargu i kënetës dhe synojnë të realizojnë atë që na u tha se ishte tashmë një gjë e realizuar. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damk, nëse kjo damk ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vullën e Shteteve të Bashkuara, pse duheshin këto $6 milion për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vijej sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump. Kryeministri Rama sqaroi edhe lajmin e shpërndar nga disa media për mostakimin e tij me Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan. Edi Rama dështoi në tentativën e tij për të shkuar në Beograd, për të takuar Vučićin dhe përmes Vučićit aty te aneksi i kuzhinës për të bërë sikur takohet rastësisht me djalin e Trumpit, e pat ç'a ndodhi. U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetet Bashkuara të përgjigjëstroi kënetën. E kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur bufi 80 kusur vjeçar që flet për qartë, edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëj çorap më para Shqipërinë, se më thoshte dje një i njohur i tij, që s'ja përmend dot emrin, më thoshte ore, ku njeriu është i fiksuar, nuk ka rëndësi fare mosha. Hiç. Ecën përpara në fiksimin e tij edhe pavarësisht sa shumë rrjedh, vazhdon vendosmërisht. Po si mund të katandiset një parti politike në këtë farfeje?